Ati i shenjtë Papa Leoni 14 ka emëruar nuncin e ri apostolik në Shqipëri, shkëlqësinë e tij Imzot Miroslav Adamsik, kryepeshkop titullari o Trikolit, i cili deri më tani ka shërbyer si nunc apostolik në Argjentinë. Ai ka lindur në 16 korrik 1962 në Poloni, me 16 maj 1987 do të shogurojë meshtar për kryedioqezen e Gnaskut. Ka përfunduar studimet doktorale në drejtën kanonike, duke u përgatitur për një shërbes të gjatë dhe të rëndësishme në diplomacinë kishtare. Me një korrik të vitit 1993, Imzot Adamsik do të hynte në shërbimin diplomatik të Selisë së Shenjtë. Gjatë viteve ai ka shërbyer pranë përfaqësive papnore në disa vende të botës, përfshirë Madagaskarin, Indinë, Hungarinë, Belgjikën, Afrikën e Jugut dhe Venezuelën, duke fituar një përvojë të gjerë pastorale dhe diplomatike në kontekste të ndryshme shoqërore dhe kulturore. Në 22 shkurtin e 2013-s, Papa Benedikti 16 do ta emëronte kryepeshkop titullar të o Trikolit dhe nunc apostolik në Liberi. Shëgurimin i peshqnore mori në 27 prill 2013 nga kryepeshkopi metropolit i Varshavës. Ceremonia u zhvillua në katedralen e Gnanskit. Në 8 qershor 2013, Papa Francesku emëroi gjithashtu nunc apostolik në Gambi, ndërsa me 21 shtator të po ati viti edhe në Sierra Leone. Me 12 gusht 2017 do të emëroi nunc apostolik në Panama, ndërsa me 22 shkurt 2020 do të merrte detyrën e nuncit apostolik në Argjentinë. Me emërimin e tij të ri, Imzot Miroslav Adamsik vjen në Shqipëri për të përfaqësuar Selinë e Shenjtë dhe për të forcuar më tej marrëdhëniet mes Kishës Katolike në Shqipëri dhe Vatikanit. Emërimi i tij shihet si një vazhdimsi e përkushtimit të Selisë së Shenjtë ndaj Kishës në Shqipëri dhe rolit të saj në shoqërinë shqiptare.